Bëhen bashkë Nora dhe Roberti, ky i fundit i dhuron Unaz. Këtë të diel pritet një nga emisionet më të komentuara të sezonit në programin e Robert Berishës. E ftuar speciale është askush tjetër përveç ish bashkëshortes së tij, këngëtares Nora Istrefi. Kimia mes dyshes, pavarësisht ndarjes, vazhdon të jetë e jashtëzakonshme dhe kjo vërehet që në promon paralajmëruese. Hyrja me kod e Norës. Nora ka zgjedhur të hyjë në studio nën tingujt e këngës së saj hit Nathan. Detaj që nuk u ka shpëtuar ndjekësve është vargu specifik që dëgohet në momentin e hyrjes, apo të mungojë "Oh, Nathan", një zgjedhje e rastësishme apo një ngacmim për Robertin. Unaza dhe data e dasmës. Momenti kulminant në promo është kur Roberti i zgjat një unaz Norës. Mes humorit dhe ngacmimeve që i karakterizojnë, ai dëgjohet t'i thotë: "A je e lirë më 4 shtator se jam tu martu?" Edhe pse nga promo nuk kuptohet qartë i gjithë konteksti, nëse bëhet fjalë për ndonjë skeç, lojë apo thjesht humori i momentit brenda emisionit, ky fragment ka mjaftuar që rrjeti të shpërthejnë në komente për të mësuar se çfarë fshihet pas unazës dhe datës 4 shtator. Na mbetet të presim të dielën.